Territori shqiptar për datën 4 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të pakta. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në disa zona do të ketë vranësira kalimtare, pasditja vijon me mot të ngjashëm dhe intervale me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:27 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:48 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesorë të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 20 gradë Celsius. Kukës 6 deri në 19 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 17 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 19 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan 10 deri në 20 gradë Celsius. Berat 8 deri në 20 gradë Celsius. Korç 3 deri në 14 gradë Celsius. Vlorë 12 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 18 gradë Celsius. Sarandë 11 deri në 19 gradë Celsius.